që gjete kohën për të ardhur në këtë bisedë, se akoma janë angazhuar në procesin e numërimit. Europa ka ardhur në Tiranë, ndërkohë që ende nuk ka përfunduar numërimi i votave të këtyre zgjedhjeve dhe ende është një temperaturë e lartë politike për rezultatit ende të pambyllur, sepse janë disa qarqe ku teorikisht paktën pa mbaruar votat e diasporës nuk vendoset edhe raporti i mandateve. Europa ka ardhur në Tiranë dhe çfarë gjen Europa në Tiranë? Gjen një vend që së shpejti do të jetë antar i Bashkimit Evropian, gjen një vend nga i cili u shkojnë emigrant në vendet e tyre dhe duhet të diskutojnë këtë çështje tek diskutimet për sigurinë, gjen një vend ku është bërë një marrëveshje shumë interesante për të gjithë, me sa duket shumë interesante me lonin e Italisë dhe a mund të bëhet edhe me ndonjë vend tjetër, po së pari njerë për çfarë është kjo mbledhje, çfarë është ky summit dhe çfarë është kjo. Unë vi me ta them dhe këtë, se unë vi me biçikletë në punë, edhe sot, nesër më shumë, po edhe sot duhet i bie rrotull. Sheshit e thash edhe një herë që na erdhi Europa, prap rrotull do t'i bien edhe këtu. Po nesër, këto janë normale pastaj, arsye sigurisht. Kalojmë dot mes përmes Europës. Akoma jo. Çfarë është ky summit? Po, unë doja ta nisja vetëm shumë shkurt me pyetjen e parë tuaj çfarë gjen Europa këtu. Europa gjen një narkoshtet, sipas fjalëve të vetë Europës. Para 2-3 javësh, në mos gaboj, EPP-ja, partitë që qeverisin mbi gjysmën e shteteve europiane, pra mbi gjysma e kancelarëve, kryeministrave që po vinë, që kanë ardhur sot dhe që do jenë këtu ditën e nesërme, vinë nga parti që kanë firmosur një rezolut në mënyrë unanime që ngresh shqetësime për situatën në Shqipëri, për situatën e zgjedhjeve në Shqipëri, duke cilësuar Shqipërinë si një narkoshtet. Pra, me vetë atë që ata kanë pohuar, gjejnë këtu një narkoshtet. Kjo e para. E dyta, takimi që mbahet edhe për qytetarët që na ndjekin, është Komuniteti Politik Evropian, është një forum jo institucional, është një forum i krijuar nga presidenti francez, me iniciativë të presidentit francez Emmanuel Macron në 2022-shin, për të adresuar për të luajtur disa role, me thënë të drejtën, po edhe në radhë të parë për të adresuar këtë qëndrimin europian që nuk janë të gatshëm për të bërë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Se kjo ka pasur etiketime të ndryshme.